Me 40-50 minuta në ditë, ose 150-300 minuta në javë, një njeri që praktikon një ecje të shpejtë, beso që ka benefite shumë të mëdha për sistemin kardiovaskular, pulmonar, respirator, për gjithë trupin e tij, po edhe mendërisht i ndihmon shumë. Kur flasim për muskujt, ligamentet edhe menisjet, zakonisht janë lëndime të sporteve që kërkojnë angazhim, shpejtësie, po edhe kthime të shpejta, ndërprerje të shpejta të vrapimeve, siç është futbolli, basketbolli, handbolli. Tash gjatë lëvizjeve të shpejta, gjatë kthimeve të shpejta, gjatë vrapimeve të shpejta dhe ndërprerjes me njëherë të vrapimit, vjen deri te lëndimi, më shpesh është lëndimi i muskujve katërkoksh, kvadricepsi përpara, pastaj hamstringi, muskujt e kofshës, pasme muskujt e pulpes. Lidhja jeme me muzikën është lidhja me shpinë. Dalin mëngjes në punë, prej punës shkojnë ndaj, jo me gjendje me kënu deri nesër mëngjes. Pse? Veç prej kënaqësisë.